dashur, unë jam Rikin Krasniqi nga Kids Day. Dhe tani po e fillojmë edhe një podcast të radhës me një temë shumë të vlefshme për të gjithë ju që po na ndiqni. Dhe me mua sot është Eriona Kola, një psikologe klinike me një bagazh të jashtëzakonshëm, e që për më shumë do të flasim së bashku edhe do t'i shtjellojmë dal nga dal të gjitha këto. Mirë se erdhe dhe shumë mirë të jemi bashkë sot. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Lexova për të gjithë punën tënde edhe me të vërtet jam pasionuar për të parë sa gjatë krejt kohës ju jeni duke e ndërtuar veten, duke edukuar veten në mënyrë që të jeni sa më shumë të gatshëm edhe aft për të ndihmuar të tjerët. Aq më shumë duke ditur si një psikologe klinike që angazhimi është i madh, nevojat janë të mëdha. Na thuaj, si filloi ky rrugtimi joj këtë aspekt? Që herët kam doja të ndihmoja shumë njerëz dhe do doja pastaj që këtë ndihmë që e jepja në mënyrë vullnetare nëpërmjet organizatave të ndryshme ta profesionalizoja, ta jepja në mënyrë më të mirë të mundshme. Kështu që kështu filloi rrugtimi im në psikologji. Më së pari vazhdova me fokusova tek fëmijët, specializime të ndryshme jashtë dhe më pas u fokusova tek të rriturit, sepse që të ndihmojmë një fëmijë, duhet të ndihmojmë edhe të rriturit, prindrit e tyre. Unë gjithmonë them që fëmijët e vegjël kanë shumë nevojë, ndoshta në qoftë se i trajtojmë ata, do të parandalojmë një të rritur me probleme ose me trauma në të ardhmen. Dhe ankthi është një nga pikat që sot e shoh që është në rritje e sipër çdo ditë. Fëmijët qysh në moshën e hershme fillojnë të kenë këto simptomat e ankthit. Pastaj ankthi ditën edhe të shfaqet edhe në forma të ndryshme. Por cilat do të ishin disa simptome ndoshta që ne si të rritur që jemi rreth tyre, qoftë si prindër apo edhe në për kopshte ku fëmijët frekuentojnë, do të nuhasim në një farë mënyrë, të shohim që dim pastaj se si të reagojmë dhe atyre dhe të shohim që ndoshta ky fëmijë ka një ankth dhe si ta trajtojmë më pas. Si mund ta ndihmojmë? Ndihmojmë atë fëmijë, po. Më së pari duhet ta kuptojmë. Ankthin, tamam, po. Në mënyrë që edhe ta jemi duke i ndihmuar fëmijët tanë. Që ta kuptojmë ankthin, në të vërtet është thjesht një reagim fiziologjik dhe emocional i një fëmije ose një të rrituri, në rastin e të rriturve, përballë një kërcënimi real ose të perceptuar. Të imagjinuar? Po, të perceptuar ose të imagjinuar ose real. Problematika është që tek fëmijët nuk e bëjnë dot diferencimin mes imagjinatës dhe realitetit, sepse ende nuk është krijuar kjo pjesa e trurit këtu. Na keni sjellë edhe trurin tamam që ta vizualizojmë për të gjithë. Shumë mirë, faleminderit. Pjesa korteksit prefrontal, e cila është ku ne pjesa përgjegjëse, ku ne logjikojmë, arsyetojmë edhe gjithë pjesën tjetër. Ndërkohë kati i dytë është sistemi limbik i cili është përgjegjës për dhënien e alarmit kur perceptohet një rrezik. Ndërkohë kati i tretë, këtu poshtë është sistemi mbijetesës, reptiliani e quajmë ne, që aktivizohet me njëherë kur ndizet alarmi në katin e dytë, le të themi ndryshe. Çfarë ndodh? Meqense ky truri është primitiv sa gjithë njerëzimi, edhe kjo pjesa e brendshme këtu është krijuar vetëm që ta mbaj njeriu gjallë. Të lejoj që ky njeri të mbijetoj në këtë botë që po vjen, dhe që jeton çdo ditë. Në këto momente deri këtu është zhvilluar. Më pas krijohet me rritjen e fëmijës dhe zhvillohet deri në moshën 25, që përforcohen ato specializimet e ndryshme të trurit. Kështu që fëmia e vogël e ka të pamundur ta ndajë imagjinatën nga realiteti. Deri në çfarë moshe zakonisht? Por nëse do fokusohemi tek fëmijëria e hershme, ku kemi ankthe që janë normale, që të zhvillohen tek fëmijët, nga 6 deri në 12 muaj, fëmia përjeton ankthin nga të panjohurit. Çdo individ të ri që takon përjeton ankth. Kemi pa fëmijë që nuk duan të rinë, qoftë edhe anëtar të tjerë të familjes, ndoshta jo familja e ngushtë, por familjarë të tjerë që momentin se takohet
qanë, nuk dëshiron të ndahet nga prindi. Edhe ka të drejtë, sepse sa po ka ardhur në këtë botë të madhe, është dashur të përshtatet dhe ta njihet me çdo të re, edhe e panjohura në fakt është perceptohet si rrezik për trurin, për këtë pjesën këtu që thamë. Nuk e ka të zhvilluar, po. Perceptohet si rrezik, kështu që patjetër do përjetoj ankth, por është normal. Pra është pjesë e zhvillimit. Ndërkohë nga mosha 1 deri në 3 vjeç është ankthi i ndarjes, që dhe ky është normal që të përjetohet. Edhe është pjesë e zhvillimit normal tipik të fëmijës. Sidomos edhe për fëmijët që ka nevojë të shkojnë në kopshte dhe kjo ankthi i ndarjes. Deri kur është normale dhe kur pastaj ne duhet të shqetësohemi që derisa ndodh kjo ndamje si e përjeton fëmia, ndoshta mund të na përshkruash ta kemi më si që thash, nga mosha 1 deri në 3 vjeç është ankthi i ndarjes brendale të protokolleve, por çdo fëmijë ka një zhvillim ndryshe nga tjetër. Edhe që mund të ketë po brenda normale së tij, varen kushtet mjedisore, ku fëmia është rritur, mënyra se sa hiperprotektive ose jo ka qenë prindi në këtë rast ndaj tij, mënyrën se si prindi e shikon jetën, botën, sa të rrezikshme ose jo. Shumë komplekse, shumë komplekse. Dhe kam shumë të vështirë ta përmbledh në pak fjalë të gjithë këtë gjë. Po, e vërtet. Shumë komplekse dhe prindi se si reagon ndaj kësaj, po pastaj në kopsht kur është në një ambient të ri, janë njerëz të ri që e pranojnë. A ka ndonjë teknik, diçka që do të mund të ndani me të gjithë ata që na shohin, na dëgjojnë, që mund të bëjmë më të lehtë këtë adaptimin e ri për fëmijët e moshës hershme? Ekspozimi gradual. Eksplozimi gradual, po. Nëse do të jemi duke e vendosur fëmijën pak nga pak përballë gjërave të reja, është jep shumë siguri. Edhe patjetër për krah tyre persona që ndihen vetë sigurt në radhë të parë, qofshin këto prindër, qofshin këto edukator ose kujdestar që janë afër. Kap një siguri që po e din se çfarë po bën. Patjetër që moshën pasaj 3 deri në 6 vjeç, fëmia gjendet edhe përballë anktheve të ndryshme mbi frikrat mbi errësirën, mbi imagjinatën, mbi gjëra që shikon nëpër rrjetet sociale ose video të ndryshme. E gjitha kjo pasaj bën më komplekse, akoma dhe më shumë ankthin që fëmia përjeton përballë ekspozimit, qasjes, performancës që do t'i duhet përballë fëmijëve të tjerë, ne na duket kështu si gjë e thjeshtë e vogël, por për fëmijën është një përjetim i madh. Duhet krijojë imazhin e vet në këtë. Edhe ne shpesh herë thom, hajde se s'është banami, është në rregull. Në fakt kjo është një gjë që nuk duhet ta themi. Duhet ta themi. Sepse po minimizojmë emocionet e tyre. Po minimizojmë atë çfarë ato vërtet po përjetojnë si gjë të madhe. Gjë të madhe, po. E ne e minimizojmë duke thënë që edhe ato ndjen pa kuptuar pastaj. Edhe shfaqen akoma më shumë pastaj me simptoma fiziologjike. Ku pastaj fillon edhe mbarku, kanë nevojë ndoshta vjen për të vjell ose dridhen, kontraktohen muskujt, e të gjitha këto simptoma të tjera pastaj që trupi flet kur gjuha nuk është kuptuar. Kur vim te këto momente për prindin, a duhet të shkoj me një herë tek doktorët përkatës të trajtoj pjesën fiziologjike, apo duhet të ketë parasysh ankthin, cilës duhet japim përparësi? Si duhet të trajtojmë tani momentin ku një prind ballafaqohet me një fëmijë që ka ankesa të vazhdueshme të dhimbjes barkut, tjerësitjes apo skuqjes. Unë lexova që mund të shfaqet edhe si alergji të skuqjes së lëkurës, njolla të ndryshme. Dhe tani dilema mbetet mes asaj që të shkojmë te arkeologët për të parë alergjitë apo të trajtohemi për të marrë ndihmën psikologjike, si veprojmë? Ndërthurja. Ne jemi qenie biopsikosociale. Pra kemi fiziologjiken tonë, kemi emocionalen tonë, kemi edhe mjedisoren tonë. Në bazë të asaj çfarë prindrit shikojnë dhe përjetojnë në familje, nëse fëmia nuk ka ndryshuar rutinën e tyre, nuk ka ndryshuar vlerësimet patjetër, shikohen që nuk ka pse të ketë një alergji sepse ka bërë po të njëjtin proces. Kështu që perceptohet pasaj më qartë nga se po i vjen kjo që mund të jetë ky reagim fiziologjik, le të themi.
Po se tani fëmijët e moshave të hershme, ata dhe ekspozohen ndaj ushqimeve të reja gjatë gjithë kohës. Kemi që lule shtrydhet ose ju që jetoni këtu në Shqipëri, na në Kosovë, drezat. Deri tek mosha 1 vjeçare apo disa mjalta, gjana të tjera që pastaj duhet të jetë një vëzhgim i vazhdueshëm që të eliminojmë çështjen e alergjive, por ndoshta edhe alergjitë deri tek pika ku shohim që mund të jenë më serioze dhe patjetër që duhet marrim trajtimin e duhur fiziologjik, por pa e përjashtuar dhe pjesën tjetër. Duhet jemi të kujdesshëm në fakt, më së pari përjashtohen problematikat fiziologjike. Bëhen konsultat patjetër mjekësore me pediatrin dhe nëse nuk kanë asnjë shkak fiziologjik, pastaj atëherë shikojmë tek somatiku. Pra shikojmë që kjo dhimbje ndoshta ka një faktor tjetër pse po ndodh. Tani për prindrit e ri që me të vërtetë se ka informacion gjatë krejt kohës, po ju si profesioniste, tamam që zëri yt të dëgjohet edhe të vi tamam në veshin e duhur, çfarë mund t'i këshillojmë për se si t'i trajtojnë, se si t'i identifikojnë, thamë që vlerësimet e vazhdueshme janë të rëndësishme. Cilat janë disa prej pikave kryesore që duhet t'i shohim tek një fëmijë? Ne kemi luksin e informacionit tani. Por penalizohemi edhe nga mbi informacioni në të njëjtën kohë. Po bëhet ka një konfuzioni mes cilit informacioni më duhet të zgjedhë të përshtas le të themi për fëmijën tim. Çfarë është e nevojshme që të dim është që thjesht të kalojnë kohën me fëmijën e tyre. Të jenë duke e njohur, duke e kuptuar pse po reagon në një formë apo një tjetër. Fëmija patjetër do ketë ndryshimet, faza që tham, eksplorimet e duhura, por qetësia dhe siguria që një prind do të ketë tek vetja e tij, automatikisht do ndërtojë një bazë shumë të sigurt ku ky fëmijë do të rritet, do të zhvillohet për të mos u mbështetur më tek frikrat, por tek siguria. Pra, çfarë do t'i trashëgojmë fëmijëve tanë? Do t'i trashëgojmë sigurinë, qetësinë, nguximin, apo do t'i trashëgojmë frikat? Në cili moment frika është ankth ndaj errësirës për në këtë rast ose diçka e ngjashme? Kur është frikë ankth dhe frikë e normale e moshës? Si ta dallojmë këta? Nëse zjat në kohë. Nëse kalojnë mbi shumë javë ose dhe muaj, që është po e njëjta situatë, pra janë ndryshuar mjedisi i fëmijës dhe prap fëmija vazhdon të ketë po të njëjtat problematika. Nëse ka afektuar gjumin, fëmija ka zgjime her pas hershme natën, është i irrituar vazhdimisht, çdo arsye është e mirë për të qarë, për të shqetësuar, tenton të qëndrojë shumë afër me prindrin, nuk tenton të largohet, edhe pse është në një moshë që nuk duhet ekzistojë le të themi ankthi i ndarjes, pra nëse është 5 vjeç ose diçka tjetër, pra shikojmë që 5 vjet e më i rritur, atëherë nëse ka këto simptome, tregojnë që po përjeton. Nëse të zgjasin në kohë, sepse mund të jenë përjetime situacionale. Momentale, nga një situatë, prindi nuk i ka plotësuar një dëshirë, nuk ka një kërkesë, ose kanë pasur një konflikt në mëngjes sepse nuk ka dashur ta konsumojë mëngjesin, ose të veshi çorape që kishte pëlqyer zgjedhur fëmia, edhe normalisht do jetë më i irrituar se zakonisht. Edhe duhet bëhen këtë lloj diferencimesh. Ankthi a është si pasojë e mbingarkesës? Ndoshta edhe moshave 5-6 ose edhe më të rritur, si shkaktohet ankthi? Është për arsye se ai nuk mund të kontrollojë situatat rreth vetes, apo ndonjë mbingarkesë që ai nuk di ta menaxhoj? Si ndërtohet një ankth tek fëmijët në përgjithësi? Siç tham pak më përpara, është një reagim më së normal ankthi, pra nuk duhet ta shikojmë sikur të jetë armiku jon. Është një reagim i trurit për ta mbajtur trupin ton gjallë. Por momentet kur bëhet i tepërt, pra patjetër që është një sistem i mbingarkuar, qoftë nga kërkesat të larta të prindërve që mund t'i ushtrojnë drejt fëmijës, qoftë në shkolla, her pas here sistemi jon, po është pak më i ngarkuar se sa duhet jetë për moshën që fëmijët janë në parashkollor.
E shumë faktorë të tjerë që ndikojnë, pra dhe kthejnë këtë fëmijë në një sistem të mbingarkuar. Dhe patjetër që fëmia nuk e ka kapacitetin për ta rregulluar vetë, kontrolluar, për ta mbajtur. Po, dhe duhet patjetër bashkëpunimi i një të rrituri. Me rritjen e shpejtësisë së jetës që po e shohim për çdo ditë me social media, me që duhet të arrijmë sa më shumë, sa më shpejt gjërat. Apo ndikon kjo që fëmijët e ditëve të sotme të kenë ankth, shohin që bashkëmoshatarët e tyre i kanë të gjitha gjërat dhe që themin e lakmojnë të kenë. Bëhet edhe kjo një shkaktar i ankthit? A do të kishim ndonjë mundësi që fëmijët tanë t'i mbrojmë nga kjo? Në fakt, fëmijët nuk është se e përjetojnë shumë këtë diferencimin, se sa e përjetojnë prindrit. Që nuk kjo, ja kjo shumë mirë me thonë që tamam të dim që është vetëm ndjenjë e të rriturit pranë fëmijëve, po jo detyrimisht edhe vetë fëmijëve. Por çfarë duhet kuptojmë është që vërtet fëmia jeta është bërë shumë e shpejt, ekspozohet në dy botë paralele. Edhe këtë do doja ta ndalonim pak. Nëse fëmia i vogël për sa lindur nga një botë aq e vogël sa është barku i nënës, del në këtë botë kaq të madhe, sa është kjo bota ku ne jetojmë, do t'i duhet kohë të përshtatet dhe të fitoj këtë lloj siguri, hap pas hapi, pëllëm pas pëllëm. Dal nga dal. Por në të njëjtën kohë, prindrit aktualisht të drejtuar nga vrapi, teknologjia e kohëve të sotme, i tregojnë dhe i vendosin dhe telefonin ose televizorin, që automatikisht fëmia paraqitet edhe me botën virtuale në të njëjtën kohë. Që nga lindja është shumë e dëmshme. Është shumë e dëmshme. Nuk duhet ekspozohet fare fëmia. Deri në moshën 3 vjeç një herë fare në telefon, në teknologji. Në videot shumë stimuluese, me ngjyrat, me gjitha ato lëvizjet e shpejta, muzika dhe krejt këto që... Po, edhe ja tregojnë përveç kësaj që tregon jetën aq të shpejtë, aq të bukur, por pa pritshmëri nga ana e fëmijës. Pra, vetëm jep informacion, po pa pritur. Pa filtra që pastaj është shumë bingarkesë për fëmijën. Përveç filtrave, është fakti dhe që nuk i kërkojnë informacion mbrapsh. Nëse ne të dyja po ndërveprojmë, krijojmë fillojmë marrëdhënie, është marrje dhe dhënie. Ndërkohë, tek fëmia, përballë botës virtuale është vetëm dhënie. Veç marrje. Po, marrje nga ana e fëmijës dhe dhënie nga bota virtuale, është shumë komode për fëmijën, por e ngarkon sistemin. Edhe nuk e lejon që të zhvillohet. Po, dhe nuk e lejon që të zhvillohet normalisht. Nuk e lejon që të fitoj siguri te kjo bota reale. Nuk është aq e bukur kjo bota reale me drita, në krahasim me botën virtuale. Dhe çfarë ndodh pastaj? Krijojmë një fëmijë të izoluar, të keq përshtatur me mjedisin dhe patjetër që çdo gjë e re pastaj që do t'i vijë dhe ta përjetoj me shumë ankth, me shumë frikra të larta. Apo kemi zhvillim të ndoshta ndryshimeve neurologjike tek fëmijët kur vjen çështja kemi më shumë fëmijë autik. Pastaj lexova që një autizëm të fituar nga simulimet e shumta në mënyrë të veçantë nga televizionet apo videot e shumta të pandërprera që fëmijët i shohin. Po, në fakt, është shkenca kohët e fundit ka vërtetuar që ndryshimet edhe të formës të trurit po ndryshojnë nëse ne do t'jemi duke ekspozuar fëmijët tanë në këtë lloj drejtimi, sepse ne do përshtatemi. Truri i fëmijës përshtatet dhe zhvillohet. Është në zhvillim, dhe ai ka hapësirën të rritet edhe të zërë vendin ashtu siç i jepet mundësia. Edhe shumë nga fobitë që ne kemi trajtuar edhe në qendrën që unë drejtoj, janë të iniciuara nga video të ndryshme që ato kanë parë, sepse si tham, fëmijët nuk mund të ta bëjnë diferencimin akoma që kjo është reale apo imagjinare. Kështu që fakti që ato përballen me zombi, me çfarë do lloj filmash të tjera që ndihen kërcënuese, është dhe mosha e zhvillimi që do të përjetojnë qoftë nga errësira ankthin, këtu i shtohet dhe i mbivendoset pastaj dhe shkakton nivele të forta të ankthit. A do të thotë kjo që kemi me pas në të ardhmen fëmijë me një kokë më ndryshe për shkak se truri po zhvillohet ndryshe? Do dukemi ndryshe? Nuk do doja të merra kompetenca që nuk më takojnë në këtë drejtim. Sepse kur thua që truri i fëmijëve po zhvillohet në formë tjetër,
gjithmonë e kemi këtë, si do dukemi pastaj në të ardhmen. Por nuk është fusha ime e kompetencës. Çfarë mund të them është që po, psikologjikisht ne do ta shikojmë botën ndryshe dhe veten tonë ndryshe. Çfarë vihet re nga trajtimi që unë kam me të rriturit është që traumat që ngjallin sot ankthe, çrregullime, fobira të ndryshme janë të gjitha të fëmirisë. Të fëmirisë. Lidhen shumë ngushtë. Janë modele që ato i kanë mësuar që herët për të mbijetuar në mjediset ku kanë qenë. Nuk kanë mundur dot të sjellin modelin më të mirë, kështu që kanë marrë ato çfarë është ofruar. Edhe mbi atë të keq përshtatura, po. Vazhdojnë edhe mundohen të jetojnë, pastaj kjo shfaqet në forma të ndryshme, si i rritur me ankth ose me probleme të tjera, trauma që... Tumorit, patjetër. Edhe zhvillimet të tumorit. Çrregullimet e humorit. Çrregullimet të humorit. Okej. Se e keq dëgjova. Do doja të ndaj edhe diçka të vogël nëse kemi kohën. Në eksperiencat e mia kanë qenë shumë të shpeshta dhe në traumat e emergjencës. Pra, kemi qenë që pas luftës në Kosovë me organizatat ndryshme që kur isha studente dhe kam parë le të themi traumat aty gjatë tërmetit në Durrës dhe Tiranë ku përjetuan prap një traumë kolektive. Njëjtë edhe gjatë kohës së Covidit. Ishim në vit të parë duke trajtuar këtë lloj problematike. Edhe çfarë ishte shumë interesante të vëreja, fëmijët kur pyeteshin për vështirësinë që po kalonin ose e vizatonin atë, nuk tregonin për ngjarjen, për shembull për tërmetin, për gjërat e thyera ose për lëkundjet e shtëpive. Përjetuarat. Po, por në fakt tregonin që frika e tyre më e madhe dhe imazhi traumatik i tyre ishin sytë e prindërve të friksuar. Çfarë na thot kjo? Ne të rriturit përgjegjës. Siguria ose mos siguria, frika, çfarë do lloj gjëje që përjetojnë fëmijët tanë. Ato e shikojnë botën nëpërmjet nesh. Kështu që sa më të qetë reagimi jonë është esencial. Po. Sa më të qetë ne jemi, sa më shumë të punojmë në sigurinë tonë, të përvetsojmë aftësitë tona dhe të rregullojmë traumat e shkuara tona të fëmirisë, që mos shfaqen përsëri. Aq më të mirë, më komod do të ishin dhe më prindërim të mirë do të bënin për fëmijët tanë. Por ne si të rritur, si do të mund të kontrollojmë këtë? Ajo vjen instinktivisht. Është nganjëherë gati se e pamundur të kontrollosh se si do të ndjesh në një moment kaq të frikshëm, qoftë tërmeti apo lufta apo. Është shumë e vërtetë kur thatë është gati si e pamundur. Po. Por sepse truri jonë ato momente funksionon vetëm në sistemin e alarmit dhe nuk mund të logjikojmë. Kjo pjesa edhe për ne. Edhe si të rritur, edhe pse kemi kaluar 30 vjeç. Po, çfarë ndodh mpihet. Është një zonë që ngrin, le të themi, dhe ne nuk logjikojmë dot në ato momente sepse e ka marrë drejtimin kjo zona e trurit që është i mbjetesa. Është thjesht ik lufto ose shpoto reago. Por trajtimi i hershëm i joni është ai që na bën pastaj që në moment traumatik ne të jemi duke vepruar më shëndetshëm me fëmijët. Më drejt, duke menaxhuar emocionet tona. Prandaj thash shqetësojmë veten, trajtojmë veten, edhe jemi duke vepruar në më të mirën e fëmijëve. Pastaj në situata të ngjashme besoj që do të mund të reagojmë pak më qetë. Po, patjetër, sepse mund të logjikojmë dhe lejojmë le të themi më të hapur ato urat e komunikimit mes tyre. Shumë e veçantë këtë se kisha menduar ndonjëherë sidomos për traumat kolektive. Qoftë edhe ne në Kosovë që kemi përjetuar luftën, por edhe ju e përmendet tërmetin këtu në Durrës. Covidi që ishte Covidi global. Për të gjithë global. Këto me të vërtet kanë lënë pasoja dhe nganjëherë duken sikur e kaluara, por duhet t'i trajtojmë dhe të shohim që në një traumë të radhës ose në një moment tragjik të radhës që të jemi të gatshëm t'i përballojmë shëndetshëm, që të mos kemi reagime të tilla që mund të jenë pastaj pasojë për fëmijët tanë që janë aty edhe na vëzhgojnë gjatë këtij kohës. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të kem sot në program edhe të bisedojmë për këto gjëra që janë kaq komplekse, edhe ndonjëherë nuk i trajtojmë si të tilla, e marrim jetën kështu shtruar,
pa i menduar të gjitha detajet e nuk jemi të vetëdijshëm se mund të kemi shkaktuar trauma tek fëmijët, të cilët pastaj do ta psojnë për gjithë jetën e tyre. Por fal njerëzve si ju që e keni bërë një profesion të tillë dhe jeni aty gjithmonë për të ndihmuar ata që kanë nevojë, mund të gjejmë një mbështetje si fëmijët ashtu edhe të rriturit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këshillat edhe për këtë bisedë kaq të këndshme. Faleminderit juve për ftesën, edhe besoj që do të dëgjohemi sërish. Me shumë kënaqësi, edhe bashkëpunimet e radhës Kosovë, Shqipëri. Besoj që do t'i vazhdojmë. Faleminderit shumë. Lutem. Faleminderit shumë që na ndoqët. Këtu e mbyllim edhe podcastin e radhës. Shifemi herave të tjera.